e që duhet me mundu me i rujt, sepse edhe këto vlera nuk ka qenë e lehtë me i mbajt. Kur flasin të mikpritja, ti nëse kthesh edhe i pyet gratë, nana, gjyshet tona, se cila është, kanë do që e pyte asoj kohë, se cila ka jetu në sfida. Edhe ka pas shumë të vështirë me i mbajt, ndoshta me mbajt atë mikpritje sa mirë ka qenë atë kohë. Kanë ardhur ndoshta 11 natës mysafir prej rrugës, kanë hyrë notë dhe ajo është dashur me gatu bukën e nxehtë në qatë kohë. Mos atë bën me kuptu që është vlerë shoqërore, të bën me dal ka rolja avokatës. Mundet me kuptu edhe si cënimi të drejtave. Po me gjetat prandaj thuhet që për me bë mirë, duhesh me hek pa keq. Në vlerat tona edhe besa që është mbajt. Ka njëherë nështë ka qenë pyetje dhe jeta njerëzve dhe shpesh herë, po besa e dhën është mbajt me jetë ose vdekje. Besa, fjala shqiptare është mbajt gjithmonë. Prandaj për mi mbajt këto vlera, sigurisht nuk ka qenë e lehtë. Ka ndo që pyesin na për pitparëve tanë, se cili ka me fol për sfidat që ka kalu. Edhe nëse krahasojmë një gru të asaj kohë me një gru të kohës së sotme, nuk ka diskutim që jeta jonë është shumë më e lehtë. Ndoshta jena të ngarkuna me çështje tjera që ato si kanë pas, mirë po megjithatë ne jetojmë shumë më lehtësisht se ato. Po sinqerisht për me mbajt familje, me mbajt fjale, me mbajt ndoshta nderin, me mbajt mikpritjen, padyshim që është e vështirë.